Dhe me thënë drejtën, unë e di shumë mirë që Mariana është e fortë dhe nuk i bën përshtypje këto, madje është aq kokëfort se do jetë problem vete, po kjo është një histori tjetër. Po arsyeja pse unë solla këtu këtë shembull është se dua të kthej një përgjigje për ata njerëz që nuk e kanë iden fare se kush është Mariana, që nisen thjesht nga fakti që është një malësore, nuk kuptojnë fare, hiç, zero, provokimin e fotografisë me atë qingjin ishte, Kecin, fotografin me Kec, nuk e kuptojnë fare provokimin, që është një, sipas meje, imazh jashtëzakonisht i bukur, dhe mbi të gjitha harrojnë që të pyesin se nga vjen Mariana dhe çka ka bërë Mariana në jetë. Nuk është një vajzë me qingja dhe me keca që u mor për thjesht panoramën ose fasadën, por është një personalitet në kuptimin e vërtet fjalës për moshën që ka. Është një personalitet i vetë krijuar me shumë mund, me shumë sakrifica, me shumë ambicie, me shumë kokëfortësi dhe përmes jashtëzakonisht shumë peripecish. Jam i bindur që nuk e kanë iden për shembull që Mariana ka studiuar shkenca politike jashtë shtetit, që ka pasur një trajektore jashtëzakonisht të veçantë për të ardhur deri këtu, dhe që politikën e ka pasur ambicie shumë kohë më parë. Unë kam folë me Mariana, kam njohur përpara, kur e kam marrë në podcast, dhe ka thënë që kam pas gjithmonë dëshirë të merrem në politikë, po kur të vi dita. Dhe mbi të gjitha është një njeri që vjen nga puna. Nga puna dhe nga suksesi, aty ku të tjerët 99% do ishin dorëzuar në mes të asgjëkundit, atje ku i ka qelluar të ketë vendlindjen e shtëpinë dhe ku ka ngritur një destinacion turistik që si shtab Beneti është bërë njohur ndërkombëtarisht. Tani arsyeja pse Mariana vjen në politikë është diçka që ajo mund ta shpjegojë vetë, por arsyeja pse ne kemi pranuar aplikimin e saj është sepse ne besojmë që ajo do të jetë një vlerështuar për Shkodrën, për qarkun e Shkodrës, për sektorin e turizmit, për sektorin e bujqësisë dhe për gjitha ato problematika që lidhen me Shqipërinë rurale. Dhe do jetë një vlerështuar si dikush që ka studiuar shkenca politike, edhe si dikush që ka prodhuar me duart e veta nga toka dhe që ka parë të dy anët e medaljes. Ka parë edhe varfërinë, ka parë edhe suksesin, ka parë edhe bashkëfshatarët e vet, po ka parë edhe turistë nga gjithë bota në derën e vet. Kjo ishte diçka që e kisha të nevojshme ta thosha, dhe është e kot t'ju them atyre që kanë prodhuar gjithë atë pocaqi që duhet ju vi turp, se ata s'kan turp, s'kan lidhje me turpin. Edhe thjesht dhe vetëm për të gjithë të tjerët
mendoj që Mariana e meriton të këtë shpjegim nga ana ime. Jo për të fare, po për filozofinë dhe qasjen e kësaj skuadre që ne kemi ndërtuar në Shkodër dhe në gjithë Shqipërinë. Ne faktikisht kemi bërë atë që asnjë parti politike nuk e ka bërë dhe nuk e bën dot. Kemi bërë një transfuzion shumë domethënës të gjakut në Partitë Socialiste, kemi hedhur bazat me këtë skuadër të Partisë Socialiste 2030 për dekadën tjetër dhe për gjeneratën tjetër. Dhe këtu në këtë skuadër, edhe këtu dhe në gjithë qarqet, janë edhe ata të cilët me siguri do t'jem pjesë e asaj stafete që do të kaloj në duart e një gjenerate tjetër. Ashtu si kundër, këtu janë edhe të tjerë që janë pjesë e gjeneratës së re, por që janë tani më siç është e Dona, apo të tjerë që janë edhe në nivelin vendor këtu. Kështu që unë besoj shumë që ajo që ne filluam me Benetin, që rezultoi një histori suksesi, duke i dhënë Shkodrës mundësinë të zgjedh një personalitet po doni shumë ngjyrësh, po doni pa ngjyrë, përtej llogoreve partijake, është sot edhe në këtë skuadër, ku si shta Beneti, ka njerëz që vinë nga një rrugë e gjatë me Partinë Socialiste, ka njerëz që vinë nga një rrugë e nisur me Partinë Demokratike, ka njerëz që vinë nga territori, ka njerëz që vinë nga emigracioni, ka njerëz që vinë nga eksperiencat e ndryshme, por edhe që vinë nga ëndrat dhe pasionet, deri dhe tek më të rinjt fare të Shkodrës, që janë edhe ata të përfaqësuar këtu. Ne duam që të vazhdojmë të bëjmë shumë për Shkodrën. Shkodra është lënë mbrapa dhe prandaj po bëj një fjalë jo si në vendet e tjera, sepse këtu ka një specifik. Shkodra është vendi më i lëtë mbrapa nga të gjithë tjerët në rrullin e Shqipërisë. Dhe këtu jemi në një betejë të përditshme me një pranëmbetje të madhe. Por populli i Shkodrës e shikon ndryshimin. Dhe ne kemi ndryshuar malsinë e madhe. Ne kemi ndryshuar Pukën, kemi ndërhyrë në Fusharës, kemi ndërhyrë në Vraun e Des, ku dhe aty ka nevojë akoma, por ama duke vendosur Shkodrën në qendër të gravitetit, të gjitha këto të tjera do të fitojnë shumë më tepër, sepse tani kemi në dorë të bëjmë zhvillim të integruar, duke vazhduar ta mbështesim fuqishëm Shkodrën, që me projektet madhore të qeverisë, deri te Hekurudha, Durrës, Prishtinë, që do të cek pikërisht Shkodrën si një domosdoshmëri në të gjitha kuptimet, pra një projekt shumë i madh, që është në proces, dhe deri tek projektet e vogla në dukje, por shumë domethënëse, ne u erdhëm për këtu, pash që për herë të parë pash liçenin nga rruga. Futeshe në Shkodër, sikur futeshe në një xhep falso. Siç ka qenë edhe hyrja e Vlorës dikur, ishte një kështu parull leckë atje, welcome to Vlora, një leckë me boj, edhe ti në fakt futeshe midis një karburanti, edhe një rrëpire, dhe s'kishte as Vlorë, as det, as dritë, as gjë, një grop. Edhe këtu, sikur futeshe ke Lana në Tiranë në vitin 2000. Eksakt. Vetëm se në vend Lanës, ujit është rruga. Këtej godina në mes. Tani është hap liçeni, dhe aty ai projekt do të jetë projekt që do të transformojë komplet imazhin e Shkodrës për çdo që do hyjë në Shkodër, dhe do t'i japi shumë energji pozitive dhe shumë krenarie dhe vetë atyre që banojnë kur të hyjnë e dalin
nga ky qytet, që e ka beku Zoti si asnjë qytet tjetër të Shqipërisë, me të gjitha llojet e gjëra. Nuk çdo gjë që natyra mund të ofrojë dhe mund të ketë si larmi, Shkodra e ka. Kështu që na duhet mbështetje. Shumë thjesht, na duhet mbështetja e popullit të Shkodrës, na duhet mbështetja e socialistëve dhe demokratëve të Shkodrës, që janë kthy prapë te ca personazhe, unë nuk e kuptoj dot domethënë si mund të insistohet në të njëjtin budallëk, është habi shumë i madh. Për ca personazhe që të vjen zor ti përmendësh dhe emrin që i kanë vënë atje në listën e Kënetës. Kënet e vërtet. Dhe nëse ka pas dhe ka akoma një vend që e tregon vetë vendi se çfarë është Këneta, ka qenë Shkodra deri para se sa Benedi të vinte këtu. Dhe nëse ka një kartvizit Këneta, është lista e deputetëve të Shkodrës. Përjashto vetëm një person për të cilin unë kam respekt, që është ajo zonja që është parlament. Gjithë tjerët janë personazhe qesharak, grotesk. S'kan lidhje fare me çfarë i duhet Shkodrës, çfarë i duhet Shqipërisë, çfarë i duhet të gjitha shtresave e kategorive. Njerëz kot, pa lidhje. Ana tjetër është shumë e rëndësishme që gjithsesi të gjithë ju, ashtu si të gjithë deputetët e Partisë Socialiste, të jenë të fokusuar tek kryefjala e kësaj fushate dhe kryefjala e një më të madh që është Shqipëria në Bashkimin Evropian. Me Shqipërinë në Bashkimin Evropian, edhe në nivelin e qeverisës vendore dhe të mundësive për pushtetin vendor, gjërat do të ndryshojnë katërcipërisht, sepse praktikisht me antarësimin në Bashkimin Evropian, Shqipëria nuk do ketë një buxhet, do ketë 2 buxhete. Siç ka ndodhur me të gjitha vendet që janë fund Bashkimin Evropian. Njëri buxhet nga taksat e